Ju përshëndes të dashur miq, këtu nga fshati i Zoni i Greqisë. Shkojmë të surprizojmë një vëlla nga motra e cila ndodhet në Shqipëri. Përshëndetje. Mirë se ju gjejmë. Ç'bani si keni kaluar? Mirë, faleminderit. Se do t'i vuaj. Mirë se të gjejmë. Edhe 100 vite gëzoftë. Vajza, edhe 100 babi. Edhe 100 babi. Kjo është mami që ka udhëtuar. Edhe 100 djali. Bashkëshorti edhe 100. Mirë se ju gjejmë. Tani? Ulluva, këtu është shumë bukur, s'ka pse televizi. Mami të ka ardhur, babin? Nuk e ke. Jo, babin. Vetëm mami. E po, mirë, si ti jetë mundësia. Babi sa mi më shuar. Ti je flutur. Bravo. Si, keni kaluar? Shumë. A, keni festuar për këtë 50 vjetar? Ja, kam festuar. Keni festuar. Aha, po një tortë, super tortë të them. Se dim nga kemi të surprizë. Ja, unë nuk kam bërë. Kjo tortë, shkruar, gëzuar 50 vjetori gëzim. Në fakt, ne po e themi emrin shqiptar. Jo Ilia. Gëzim. Për ty është porositur një shport plot me pije, që të vinë edhe këto me shumë dashuri në fakt. Një whisky. Kemi këtu një shishe bere dhe po ashtu një shampanjë. Të porositura me mjaft dashuri. Happy birthday, gëzuar ditën litje. Kemi dhe numrin 50 të ditëlindjes tënde, edhe 100 vite gëzosh. Po t'i vendos. Rofshi. Në dorë, t'i mbash. Faleminderit. Tani të ngilet të mendosh pak se kush na ka dërguar ne. Po të shi vetëm se motra e madhe, tjetër jo. Motra e madhe nga Shqipëria. Ajo i bën këto. Ajo i pëlqen surpriza, Shumë i pëlqej. por edhe nga ana tjetër le të themi që është një motër shumë e dashur. Është. Është dhe e para e 7 fëmijëve. Ajo është me marrë nga neve. Ka kontribuar në rritjen tuaj dhe ju ka rritur në një farë mënyre, le ta themi. Është e para e fëmijëve. Ta keni me jetë dhe me shëndet. Faleminderit. Vërtet është ajo, është mira që ne na ka dërguar. E po përrej se ajo s'ka për Gëzuar 50 vjetorin, vllai im i dashur Gëzim. Sot feston një përvjetor të veçantë. 50 vite jetë, përvojë, dashuri dhe përkushtim. Jam krenare për njeriu që je dhe për familjen e mrekullueshme që ke ndërtuar së bashku me Aurelën. 2 djemtë dhe vajza juaj janë bekimi më i madh dhe pasqyra më e bukur e dashurisë, përkushtimit dhe edukatës që u keni falur. Halla mira, i do pa masë, dhe ju uron të gjithve një jetë të mbushur me shëndet, lumturi, mbarësi dhe suksese. Edhe pse sot nuk ndodhen fizikisht pranë teje, dije se mendja, zemra dhe lutjet e mia janë gjithmonë me ty, duke festuar këtë ditë të veçantë. Të uroj nga zemra shëndet të plot, jetë të gjatë, paqe, gëzim dhe bekime pafund. Uroj që çdo ditë e jetës të sjellë arsye të reja për të buzëqeshur dhe që Zoti të bekojë e të ruaj ty dhe familjen tënde në çdo hap të jetës, me shumë dashuri dhe mall nga motra jote e madhe Mira. Faleminderit. Kemi vendosur një foto të familjes tënde, një familje super e bukur e mrekullueshme. Dhe jo më kot është vendosur në kornizë për të mbetur një kujtim i bukur për 50 vjetor. Përshëndet. Ashtu ju urojmë dhe ne. Rofsh, faleminderit. Të ketë gjithë të mirat në familjen e saj, po ashtu edhe juve të keni gjithmonë gëzime Faleminderit. në familjen tuaj. Tani unë po e vendos këtë këtu. Edhe po bëhemi gati të këndojmë këngën e ditëlindjes tënde. Le të themi që ky 50 vjetor të qenë me një familje të plotë, i rregulluar. Shtëpia jote e blerë që jetoni këtu? Se më pëlqeu shumë emri aty, e vendosëm mbi emri. Familja Çuka. Shumë mirë.
Të rini i gëzuar edhe një super vend me gjelbërim, ne na pëlqeu shumë. I ram në një rrugtitë, por gjithsesi e kemi shijuar se gjelbërim gjithandaj. Të vim brenda më mirë, për të mos na u fikur qirinta? I vim brenda. Hajde. Pas ka me një pa. Më pëlqeu shumë ky ndërtim me gurë, kështu. Veti ka vetë. Të lumshin duar, një gjë shumë e veçantë. Ore, jo vetëm që rregulloni shtëpinë tuaj, po e bëni dhe Greqinë më të bukur. Çati po. Bravo. Tani na u bashkoni të gjithë, ti këndojmë qengjen e ditëlindjes. Mund t'i bjem pak kallës, alla mire? I takon alla Shumë mirë. mire. Qëta këndoj me i Takon. ne qengjen e ditëlindjes. Ja po i bje Leska. Hajde në rekte. Hajde rikë. Ose i flasim më dhe. Pas na doli. Ori. Ja, dori. Mirush, jemi këtu në vlaj, edhe në 100 vite këzoftë. Ka zë. Faleminderit edhe ty nga zemra. Hajde na u bashka. Shumë urime për ty, shumë urime për ty, shumë urime për vëllai, shumë urime për ty. Mendoj një dëshirë të bukur dhe ti ke shëritë 50 për ditëlindjes tënde. Urime, jetë dhe shëritë. Rosh me motor. Gjithë të mira të keni. Das me djalin e tine. Rosh. Shumë faleminderit. Po ti di këto surpriza si kam qef, po hajde. Mbas kësaj do të pëlqejnë, do ta siguroj. Faleminderit shumë. Do të jam larg, po me zemër më ke afër. Rosh, faleminderit. Faleminderit shumë. Që për zembra. Das me djalin E e tine. kemi dhe mamin këtu. Se di ata. Shiko sa bukur. Dhe me 100 djali, Në rokë. jetë dhe shëndet. Shëndej. Edhe 100 bashkëshorti, edhe 100 gëzofsh, me gjithë të mira. Dasmën e fëmijëve tani. Më rosh, tas me djali. Do t'i shëndejtnë. Mbaret ta vetë. Mbaret ta vë, mbarë. Shëndet dhe jetë të keni familjarisht. Edhe nga mua një putje mira. Kalofsh bukur, të falenderoj pa masë. Gjithë të mira, 100 vite gëzof të vllaj. Faleminderit. Dasmën e djalit tani. Rosh. Au kënaqe? Tani e pash që i ke pak siklet. Surpriza po le të I kam çiki, kështu po çfarë Njeriu të ndihet bëjmë? i vlerësuar. Besoj se motrën e ndjeve afër në këtë moment. E, Nuk po, është si. njësoj si kur të merr në telefon dhe kur të dërgon dhurata, apo nuk Edhe këtë shëndetnë. Një dolli do Ja i pa i ngresh mbarë, për ka të motrën. veje. Të Ti lumë të moje doja. zoti edhe fëmijët që ka. Unë e Çupën njoh. që kanë në Australi. Çfarë ti bëjmë? Një fatë mirë për djalin. Pra, E të kesh shëndet. Shëndetit tani. Edhe unë ju uroj gjithë të mira dhe dasmën të fëmijëve. Kalofshi bukur gjithmonë. Ulu kjo ishte surprizë.